Në këtë demonstrim do të trajtojmë një problematikë e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme. Këtu jemi në një sipërfaqe për 60 hektarësh, ku kemi totalisht implementimin e skemave të kontrollit biologjik në fushën e mbrojtjes vive. Do të trajtojmë pikërisht problemin e tenjes ullit, pra solea, dëmtues i përvitshëm në fushët e vendit tonë, por ajo që është e rëndësishme të theksojmë, duhet patjetër që nga njëra anë të monitorojmë dinamikën e popullatës nëpërmjet feromoneve, të cilat janë gjë tjetër vetëm si disa atraktant bazuar në mekanizma hormonal, dhe nga ana tjetër po realizojmë dhe monitorimin për të parë nëse si kemi situatën e infeksionit në fruta. Blendë theksohet që jemi në përfundimin ka përfunduar breznia e lules dhe momentalisht kemi pikërisht zhvillimin e breznisë së kokrës apo të quhet karpofage. Ajo çka është e rëndësishme të theksohet, jemi përballë një dëmtuesi i cili ka disa specifika jashtëzakonisht të rëndësishme, nga ku ne duhet të jemi të kujdesshëm. Menjëherë pas vendosjes së vezës, larva çel shumë shpejt, futet në brendësi dhe arrin në brendësi të dëmtojë në brendësi të frutit dhe arrin në farën pa u drejzuar dhe pastaj i di zhvillimi është brenda në farë, duke krijuar në moshën e punës larvare, duke krijuar një vrim afër bishtit, e cila del dhe rrezon frutin për tokë. Nisur nga fakti që dëmtuesi ka specifikat e veta, por nga ana tjetër dhe ndërhyrja ka disa specifika të cilat ne duhet i kemi të shumë të qarta teknikisht, duhet patjetër që momenti i ndërhyrjes të jetë totalisht sapo të evidentojmë larvat e para. Me çfarë duhet të ndërhyjmë? Në kushtet aktuale, me qëllim për të patur një mbrojtje efektive nga njëra anë dhe nga ana tjetër për të çuar në minimizim problematikën e mbetjeve, duhet dhe po ndërhyjmë, mund të them për herë të parë në ulliqtë tona, nëpërmjet të baktereve entomopatogjen. Ajo quhet BT, varieteti Kustaki, dhe një shtam shumë i veçantë, i cili është shumë efektiv për kontrollin e dëmtuesit. Kushtet e fermës të rekomandojmë. E para, përderisa kemi të bëjmë me një bakter entomopatogjen, i cili ka disa specifika për të qenë të qartë në kushtet e fermës. E para, duhet që patjetër ne të jemi të qartë për pH-in e ujit. pH-i i ujit duhet të jetë 6 dhe në 7. Qoftë do jetë 5.5 apo 7.5 është i papranueshëm, dhe në qoftë do jetë në vlerën 8, absolutisht që ky pH merr pjesë drejt për drejt në degradimin e kristaleve proteinike. Kështu që rekomandoj që të gjithë fermerët përpara së trajtimit duhet patjetër të kenë një informacion të qartë të masin dhe pH-i i ujit do të jetë 6 dhe 7. E dyta, ajo që ka shumë e rëndësishme të theksojmë, që trajtimet me vitin, varietet Kustaki dhe pikërisht me atë shtam që unë rekomandova, duhet të kryen herët në mëngjes, duke filluar nga ora 6:30 deri maksimumi nga ora 9, por unë do rekomandoja që është jashtëzakonisht e rëndësishme trajtimi pas dite, duke filluar pas orës 5:30-6 dhe duke vazhduar deri vonë në mbrëmje pas një lloji problematike. Sepse në qofse do bëjmë trajtime në kohën kur kemi rrezatime të larta, absolutisht që dikon drejt për drejt në uljen e efektivitetit të këtij bakteri entomopatogjen. Kështu që edhe një herë theksoj, në kushtet aktuale, këto ditë të realizojnë trajtimin pikërisht me këtë bakter entomopatogjen dhe nga ana tjetër duhet patjetër që të rekomandojmë që trajtimet të realizohen herët në mëngjes dhe pas orës 9 të stopohen trajtimet dhe të fillojnë pastaj pas orës 5:30 dhe mund të vazhdojë deri në vonë në mbrëmje. Për të patur efektivitet për kontrollin e dëmtuesit pra solea, e cila merr pjesë drejt për drejt në dëmtimin e frutit dhe në rrëzimin për tokë. Meqenëse kemi përballë një problematike të re, e cila për shumë fermerë në qoftë janë dhe ka nevojë për sqarime të mëtejshme, absolutisht ju mund t'i drejtoni pyetës eksperti në ABA Online, ku nga ana jon do të merrni çdo lloj informacioni teknik mbi përdorimin e bakteri entomopatogjen,
me mënyrën e monitorimit dhe qoftë edhe me mbi shpjegime të tjera. Por mendoj që qoftë në kushtet e fermës do të respektohen këto që unë thash, absolutisht që efektiviteti duke përdorur bakterin entomopatogjen BT varieteti krustaki dhe pikërisht të shtam do të garantojmë efektivitet. E rëndësishme është që mund të realizohet këto ditë dhe trajtimi i dytë gjithmonë sapo të evidentojmë larvën e parë dhe trajtimi i dytë mund të bëhet 7 deri 10 ditë pas të parit dhe të jemi të bindur që ne do të garantojmë efektivitetin teknik dhe do të shkojmë drejt minimizimit të mbetjeve. Një problematik tjetër do të jetë që do trajtojmë do të jetë dhe miza, Bacterocera olea, por është një problematik që në kushtet aktuale nuk përbën ndonjë problem sepse janë temperaturat e larta, por do të jemi në fokus në të ardhmen për të trajtuar dhe problematikën e këtij dëmturi.